Vajzat po folin. Jo, veç pa tjetër ndryri. Ma shumë të fokusohemi jo të gabimet, kam përshqipën mirë të fokusohemi të bekimet, dhe jo të qëllimet dhe gabimet. Mendoj që kjo duhet tjetë detyrë çdo javë, çdo ditë, çdo muaj, po të fokusohemi te bekimet që i kishim, jo gabimet dhe qëllimet që i. Atë se që janë gabime. Gabime është se qyre një gabim kërë këpu nuk është gabim, nëse ke përjetu për herën parë. Gabim është kërë bën gabimin për zdyt. Kërë din si është gabim edhe prap me bo që ato. E unë besoj se qetësia këtë jetë është një zgjidhje. Nuk është lukse, do të me zgjidh për vetin, do të me zgjidh për familje. Unë për veti kam 2 fëmijë, edhe nashta na shumica e morën këto festa shumë të rona, ama për mu janë, çdo ditë është një fest. Çdo ditë zgjidhna, çdo ditë shuna, edhe zgjidhi për qatë ditën teme, se nese nuk di çka bëjt, e përsa asë nuk planifikoj kur diçka, se qa kum planifiku në jetë teme, nuk kum ka ndodhë, se që shkum dorë. Okej. E meritoni të faleminderit. Djem, të replik. Ekziston një shprehje në popull, nuk ka mirë mi kry këtë punë, se kur përfundojnë këtë punë, përfundon misionin këtë botë. Për atë arsye, ka herë na bojnë planifikime. A di si e nisa unë emisionin sot? Njerëzit që vdiqën mbrëm kishin plane për këtë mëngjes. Ata që vdiqën këtë mëngjes kishin plane për sonte. Pra një farë mënyre. Dhe përdori ka një herë edhe si shprehje, thome kaluara, ka vdekur, e ardhmja nuk ekziston, jetoj e tashmen, se dinamika jetës edhe angazhimet që kemi të përdishme, ka njerë për na determinojnë edhe rrugtimin tonë. Nuk po mujnë me bo planifikime, është mirë me pas ambicie, synime, qëllime, se cili, por jo mi bazu gjithë shka në plane, për shkak se nuk po jemi gjendje sot për nejës me di që ka po ndodhë. Për këtë arsye unë mendoj që edhe vetë, jam jetar që me shiu momentin, me shiu jetën atë sa kemi mundësi, por tu mësë anë shkalu dhe tyrat obligime që kena ndaj vetës. Me që se mija foli me përqindja, mund flasim e tjerë, sa i keni realizu jo? 90% si kum realizu. Sa? 90% si kum realizu. Ja, punën që e bëjt përdishme, jem shumë i përgjeshëm, edhe në ashta që e du shumë punën, me zisë përse sot me dalën punë edhe me fillu angazhimin. Jem tip ma shumë impulsiv shtu, nuk muj me najtë. Kom që i nëzere vetit punë. Unë e kisha desh me shtu diçka të kjo pjesa e planifikimit, zakonisht ju them gjithmonë njerëzve që njeriu nuk ka problem në produktivitet, po ka problem në qartësi, sepse mundohet me bu shumë gjërat njëjtën kohë. Edhe kur bisedoj zakonisht me shumë njerëz, thojnë po du me bo këto, ja kum nis këto, e kështu me radhë, i thom këshyre, ti je shumë produktiv, a mo duhesh mu fokusu me një punë, zakonisht ndoshta 30 ditë ose 90 ditët e ardhshme, që me mujt me arrit deri diku me u afru drejt qasaj. Okej. Për arsye, po, repliko. Pse? Pse spajtohesh? Jo, thjesht unë besoj në punë paralele, ka gjëra që shkojnë paralel, ka gjëra që mund të funksionen edhe njëkohësisht. Unë si një që i bon disa punë më shumë e mora... Multitasking. Po, multitasking. Ka një që... Mendoj që mungon organizimi dhe planifikimi, jo fokusi. Është krejt të organizimi dhe planifikimi. Ka herë do zemrat ma shumë se sa mundem. Besoj se dhe që aty... Po, është e vërtet, po. Kemi gjithë mund plani, gjithë kush ka diqka si ka qef me arrit. Amo, që shtash nesë nuk dihet që ka ndodh, a i kemi shniten... Elmira, që sa vjet ke jetu në Hollandë? Jum lindë edhe jum rritë Hollandë. Do me thonë u lindë edhe u rritë. E jum si Kosovë. Tani, to që po fleti, si e përjetojnë atje këtë ndërrim të viteve? Si i kanë